E gjithë kryesia e partisë opozitare maqedonase LSDM ka dhënë dorëheqje, duke u munduar kështu që këta pozita t'i freskojnë me emra të rinj. Në një komunikat të dërguar mediave, ata njoftojnë se kryesia e partisë ka dhënë dorëheqje kolektive, siç bëjnë të ditur. Dorëheqjet janë dorëzuar te Këshilli Qendror dhe te kryetari i partisë Venko Filipçe, i cili udhëheq procesin e reformave brenda partijake. Në mbledhjen e kryesisë së LSDM-s me propozim të kryetarit Venko Filipçe, zëvendës kryetarja, nënkryetarët, sekretari i përgjithshëm, sekretarët organizativ, si dhe të gjithë anëtarët e kryesisë dhanë dorëheqje. Nga LSDM informojnë se në njërin nga mbledhjet e ardhshme të Këshillit Qendror, Filipçe do të propozojë për zgjidhjen e anëtarëve të rinj për organet e partisë, ndërsa për funksionet ata theksojnë se do të zgjidhen personat më kompetent, duke shtuar se do të vazhdojnë një periudhë rifreskimit dhe forcimit kadrovik për fshirje të fytyrave të reja, riorganizim, mobilizim i brendshëm, por forcë dhe energji të re për LSDM-n.